u shënua dita e Ashurës, e cila përmbylli ciklin prej 10 ditëve agjërim dhe mbajtje zi. Gjatë këtyre 10 ditëve, myhybët ndaluan veten nga kënaqësitë e kësaj bote, izoluan veten nga jeta e përditshme dhe u solidarizuan me sakrificat që bën dëshmorët e Çerbelas. U shpreshehu. Vujtjet e Imam Husseinit dhe familjes së tij dhe të dashamirëve të tij, të cilët domethënë të vitit gjatënit të Hijrit, i ra dëshmor në fushën Çerbelas, e cila ka qenë ditë e premte ose xhamo, mas drekës, mas falës së drekës e kanë ekzekutuar Imam Husseinin në fushën e mirë të Çerbelas. Vlerat historike dhe shpirtërore bëjnë që ky muaj të jetë ndër më të rëndësishmit për jetën e një besimtari të cilit do tarikat. Të cilit na dërveshon rruga e libetit, mundohem sot do pak mi kujtu Imam Husseinin, vujtjet e Imam Husseinit dhe familjes së tij. Luftën dhe rënien në dëshmorëve të Çerbelas e përkujtojnë përveç tarikatit Saadi edhe 11 tarikate të tjera, të cilat veprojnë në trevat shqiptare, e ato janë Kadiri, Halveti, Rifai, Bektashi, Mevlevi, Shazeli, Nakshibendi, Yesevi, Desuki, Bajrami dhe Bedevi.